Kryeministri Edi Rama inspektoi shtetoren bregdetare në Vlorë Lungomare 4, e cila është ende një kantier ndërtimi dhe pritet të përfundojë në mes të muajit maj. Rama e cilësoi si një projekt me rëndësi të veçantë për zhvillimin turistik të qytetit, duke nënvizuar se përmirësimi i infrastrukturës duhet të shoqërohet me zgjerimin e hapësirave të parkimit për t'u përgjigjur rritjes së numrit të turistëve. Kjo pjesë e Lungomares ka një gjatësi prej 500 metrash dhe një gjerësi rreth 7 metra nga zona e portit në plazhin e vjetër, ndërsa për biçikletat është parashikuar një korsi e veçantë prej 2 metrash. Projekti përfshin gjithashtu element inovativ në organizimin e hapësirës publike, si një shkallare multifunksionale që mund të përdoret si zonë plazhi. Zonës pritet të shtojnë gjithashtu edhe 250 vende parkimi. Ky projekt pritet të finalizohet më 15 maj për të qenë gati për të pritur turistët në sezonin turistik 2026. Nuk është thjesht parkimi, është parkimi dhe një park i ri dhe një shesh i ri përpara universitetit. Kanë të dyja të kombinuara. Kam parë projektin, është bukur shumë. Kjo Lungomares do ndihmojë shumë. Megjithatë duhet të identifikojmë vende të tjera për parkimin, duhet bërë një gjë komplet për parkimin. Gjatë vizitës në Vlorë këtë të hënë, Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim edhe me operatorët turistik në prag të sezonit turistik veror të këtij viti. Diskutimet u fokusuan mbi sezonin turistik, rritjen e cilësisë së shërbimeve, mbështetjen për sipërmarrësit e turizmit dhe promovimin e Vlorës si një portë e rëndësishme e turizmit shqiptar. Kryeministri Rama u kërkoi operatorëve turistik të bëjnë kujdes me çmimet, pasi nëse Vlora merr njollën e zezë në këtë drejtim, operatorët turistik do t'i bëjnë gropën vetes, siç u shpreh numri 1 i qeverisë. Qëllimi është që të lexojmë çfarë ju ka ndodhur tjerëve. Nuk është diçka që po e parashikojmë në hava. Ju ka ndodhur vendeve të tjera. Në momentin kur befas janë gjendur përpara rezultatit të hapjes dhe të transformimit në një destinacion të kërkuar, janë dehur edhe kanë vepruar si të dehur, duke ofruar shërbime të dobta dhe duke vendosur çmime të larta. Dhe si rezultat i fluksit që ju është gjendur përpara, kam pasur mendjen e ngushtë duke menduar që njerëzit 12 milione, 13 milione, 15 milion do t'i kenë aty. Dhe kanë filluar të investojnë, siç po bëni ju. Të investojnë për më shumë, po ndërkohë duke kërkuar të fitojnë shumë në atë moment. Çfarë ju ka ndodhur? I kanë mbetur në derë investimet se nuk kanë ardhur më njerëzit. Nëse Vlora do të marri njollën e vendit ku ti paguan më shumë se sa çfarë të ofrohet dhe ku ti paguan më shumë se sa ç'mund paguash duke shkuar në Greqi, duke shkuar në Turqi, duke shkuar në Kroaci, juve i keni bërë gropën vetes. Po flas për gropën e investimeve. Është kaq e thjeshtë. Pra duhet një strategji afat mesme të paktën se si juve do merrni një fitim të arsyeshëm dhe jo fitimin që realisht mund ta merrni në atë moment, sepse ai mund t'ju kthehet në bumerang. Kaq e thjeshtë është kjo, juve e dini vetë, bëni si të doni, sepse thash, qeveria nuk vendos çmimet, po unë po flas me disa të vërteta si dikush që e dua këtë qytet. E dua këtë qytet sa që duan të gjithë ata nga ju që nuk ndërtojnë paleje, dhe dua që çfarë kemi mbjell ta korrim, dhe jo ta korrim në një stin, po ta korrim për gjenerata.